Një skandal i paprecedent dhe i shumë fisht ka përfshirë drejtësinë e re. Arta Mandro, pedagoge e brendshme në shkollën e magjistraturës, një herësh anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i jep mësim dhe përgatit për ta bërë gjyqtar djalin e saj, Artili Mandro, i katapultuar në mënyrë të paligjshme dhe nga Oxhaku në shkollën e magjistraturës, si dhe kapur në flagrancë duke kopjuar. Nën e birë paguan të dy nga shkolla e magjistraturës, Arta Mandro si pedagoge dhe Artili Mandro si student. Artili Mandro është përjashtuar në vitin 2021 për të konkurruar për të pranuar në shkollën e magjistraturës për të bërë gjyqtar, pasi nëna e tij ishte pedagoge e brendshme, çuditërisht në mënyrë të paligjshme dhe okulte. Artili Mandro u pranua në shkollën e magjistraturës në vitin 2023 dhe sot është në vitin e dytë, gati për të marrë në dorë çekiçin e gjyqtarit. Skandali nuk mbaron këtu. Në 30 qershor 2024, ora 10:30 minuta, salla numër 5, Artili Mandro kapet duke kopjuar. Dhe kur një kandidat për gjyqtar merr provimin në mënyrë të padrejtë, imagjinonin se çfarë drejtësie do t'jap për qytetarët kur të marrë në dorë çekiçin e drejtësisë. Pas këtij skandali qëndron dora e Arta Mandros, antare e KLP-s, si për ironi në vitin 2023 kur futi të birin në shkollën e magjistraturës për të bërë gjyqtar, ku ishte vetë pedagoge e brendshme, është nderuar nga presidenti Bajram Begaj me titullin mjeshtër i madh. Mandro duhet të merret në nënhetim nga SPAK, por situata është e pazakontë pasi ajo si antare e KLP do të votojë për zgjedhjen e kreut të SPAK në dhjetor, kur mbaron mandati i Altin Dumanit. SPAK të paktën në letër është një organ që zgjidhet dhe kontrollohet nga KLP.